Mirlin Daku shkëlqeu në sezonin e fundit me Rubin Kazanin, duke shënuar 15 gola në 30 javë në kampionat. Golashnuesi i dytë më i mirë pas Ugalde Arke, sulmuesi i Spartakut të Moskës me 17 gola. Forma e mirë e sulmuesit Kuqezi nuk kaloi pa u vënë nga disa klube të njohura. Njëri prej tyre ishte edhe Zeniti. Giganti rus ishte shumë pranë transferimit të sulmuesit Kuqezi për 8 milion euro, shifër e kënaqshme për Rubin Kazanin, ndërsa vetë Daku do të paguhej 3 milion euro në sezon. Kur pritej zyrtarizimi, marrëveshja dështoi. Në një intervistë për Gazeta.lu, trajneri i njohur rus, tashmë në rolin e analistit të ri Nat Bilaledinov, ka zbuluar se transferimi i Daku tek Zeniti dështoi për shkak të lojtarëve serb që luajnë në këtë ekip, të cilët dolën hapur kundër transferimit të sulmuesit shqiptar. Tek Zeniti luajnë qendërmbrojtësi serb Strahinja Irakovic, mbrojtësi djath Ogenin Mimovic dhe mesfushori Sasha Zdjelar. Mediat ruse shkojnë edhe më tej duke thënë se një tjetër arsye e dështimit të transferimit të Daku tek Zeniti është edhe tatuazhi që sulmuesi shqiptar ka në shpinë katana, dedikuar komandant Takim Ramadanit, heroi të UÇK-s. Pavarësisht dështimit të transferimit tek Zeniti, Daku vazhdon të mbetet një emër shumë i përmendur në merkato dhe largimi i tij është në verë nga Rubin Kazani, duke të sigurt